Bravo! Po tash se kena me ngu që i bolën sonte se do statuse i kështë fëqeshme në Facebook. Shumë, po, edhe unë në ndje. Ata burra që e kanë, do me thonë, një grua tjetër pak urur, një dashnure, ato dashnuret janë lecka, ka ragu shumë fëqeshme ndaj moderatorës edhe kolegët të Robert Berisha. Qka një me i bolën pëse? Qka ki me Roberti? Unë e pash një emision dhe Roberti thoshte se po thuaj se çdo vajzë tash që miret me dashurit fshefta apo janë dashnore e burra të martuar, ata e bëjnë ato për shkak se kushteve ekonomike, për shkak mos shkollimit e tjera. Unë plotësisht, krejtësisht nuk pajtohem, sepse ose sot janë të emancipuara gratë edhe vajzat në Kosovë, ose kur. Pa marrë parasysh që niveli i shkollimit është në nivelin, unë e di prej 2 diplomimeve që i kam marrë në Universitet Prishtinës, edhe u gëzojshin vajzat 25 vjeçare që nesër kanë me u punësu, u gëzojshin për një 6. Edhe kur e tha Roberti se për shkak çështjeve ekonomike e tjera, çdo burr i martuar ka 2, 3, 4 dashnore. Unë e dhash një statut, një deklarat timën si kundërpërgjegje, i thash burrat e martuar që kanë dashnore, ata kanë nevoja. Ata nuk i meritojnë nënat e ndershme edhe nuk e meritojnë të kenë familje. Ndërka që vajzat që mendojnë me bo prostitucionin, si lloj profesioni, nuk është Sot është dhe profesione. Sot e kam bërë dhe profesion. Po nuk është profesioni lyp shkollim, lyp diplomin. Apo e tu është me këtë thonë që ke thonë për shembull lecka? Po shiko, Kurani dhe Biblia edhe mazi i thret. Mandej ne në këtë kohën e modernizmit i zbusim ato terminet që janë të rrepta, që duhet i themi për shembull tradhtia bashkëtorë. Po tuna po dikush kush e këtë emision thot për shembull, po mirë, po këtu me leç nuk është e lejuar bigamia për shembull. Na pëmojna dashnurë se s'kem drejt me pos bigamimi, pos 2 gra. Mirë, kjo është justifikim tjetër, dakor. Krejt tjetër është, na s'kemi drejt, po i kanë. I kanë njerëzit, një e kanë me fjallën një për shembull, shtetit. nuk bën me thonë lecka se për shembull dikush s'ka mundësi mi pos 2 gra. Ko çe po s'ka mundësi se ligji s'ja vlen. Shiko, sot Po do se lejon bigamien. Sot në shekullin 21 poligamin rinia edhe burrat kosovar, shqiptar, as që dëshirojnë poligamin. Sepse ata nuk i kanë mundësit sot me u kujdes për një grua, e lene më i pas 2 gra, po ata që janë të ndershëm edhe të moralshëm, ata ma mirë i bojnë 2 gra me kunor, një me të ofiçarin komun, ato ta lejon do me thënë shteti, tjetërën nuk të ndalon shtetin që se bon me imamin, me një qaj në imamit. Qka me bo priftat kanë gratit vesh një grue ta njetë një vdes edhe shkoj. Se na musliman të kemi shumë mirë. Pas kanë drejt me mua thu? Në shkallën hierarkike, në kishën ortodokse, kryepeshkopi dhe peshkopët nuk martohen, kurse klerikët, priftërit e kanë të detyrueshme që të kenë një grua edhe fëmijë. Po si thatë, do më thonë, teologjia në fenë ortodokse, a thatë që do më thonë, banë me pos një dashnura, lejon bigamin? Jo, asnjë nga këto. Në Ungjil thuhet, Perëndia bekoi Evën dhe Adamin dhe i lidhin kunor. Që do të thotë, burr, grua, një çift. Pra jo një burr 3 gra ose 3 gra dhe një burr nuk bëhet. Ndryshe ne e quajmë kurvëri. Edhe Kurani njësoj e thret. Sepse dashnorja s'mundet me qenë, kur gjë nuk e mban ato janë nepshe trupërore që njeriu ka që i nxjerr për shembull për vajzat se në këtë i lloj. paragjykojmë në shtapak, po do të më bë pyetje. Çfarë mendimi kanë për këto vajzat që kanë pas dorë që thuajnë dhe me shkurt e shkojnë në Dubai volle? Shiko, moraliteti i popullit tonë kosovar nuk mundet mu etiketu